Vendet evropiane vazhdojnë të kryesojnë për nga zhvillimi i infrastrukturës rrugore, ndërsa Shqipëria mbetet ende prapa, me një rrjet autostradash relativisht të kufizuar, krahasuar me rajonin dhe Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të Eurostat për vitin 2024, dallimet mes Evropës Perëndimore dhe Ballkanit janë të theksuara, si në shtrirjen e rrugëve, ashtu edhe në nivelin e investimeve ndër vite. Shqipëria renditet ndër vendet me densitetin më të ulët të autostradave, me më pak se 15 km për 1000 km2, duke mbetur dukshëm pas vendeve si Gjermania, Holanda dhe Belgjika, ku ky tregues është shumë më i lartë. Ndërkohë që rajonet e Evropës qendrore dhe perëndimore kanë rrjete të zhvilluara dhe të integruara, në Evropën juglindore infrastruktura është më e copëzuar. Edhe pse Shqipëria ka bërë përparime në ndërtimin e disa akseve kryesore, ende nuk ka arritur standardet evropiane. Në dekadën e fundit, shumë vende kanë përjetuar rritje të ndjeshme të rrjeteve rrugore. Spanja, për shembull, ka ndërtuar segmente të reja autostradash në disa rajone, ndërsa zhvillime të rëndësishme janë shënuar edhe në Slovaki, Turqi, Çeki, Irlandë, Bullgari dhe Itali. Shqipëria, megjithatë, nuk figuron ndër vendet me zgjerim të dukshëm, duke reflektuar një ritëm mund të ngadalë të zhvillimi. Në përgjithësi, Evropa Perëndimore vazhdon të dominojë për nga densiteti i autostradave dhe investimet afatgjata në transport, duke thelluar diferencat me rajonet më pak të zhvilluara.